që të zezë, e keni katandisur, e keni poshtruar këtë parlament në atë shkallë, sa që qytetarëve ju vjen turp kur ju shohin. A di çfarë është, i njifi proceset e transformimit? Proceset e transformimit, ky parlament po i kalon. E keni zegjinizuar këtë parlament. E dini ç'do thot zegjinizim të parlamentit. Zoti Noka, ju lutem, kontrolloni fjalorin. Zegjinizim. Çfarë keni bërë këtij parlamenti? Kur dëgjon, për shembull, kur dëgjon atë parafolsin, të vjen turp që je në këtë sallë. Ai vjen herë me ilaçet pira, herë me ilaçet papira. Kur ishim ne në pushtet, herë ma sillte shpëtimi Drizit si çam, herë ma sillte. Respekton rregulloren. Zonja Çavushi. Unë nuk e di si vjen ky zotria këtu, si është kaq i pa turp, sepse ky duhet jetë i fundit që duhet vi këtu dhe të na flasi për korrupsionin. Ky zotria është ai që ka qenë tek enti i banesave dhe të gjitha banesat e të pastrehve u ka dhënë familjarëve të tij, duke filluar nga shtëpia e vet, duke filluar nga vëllezërit e vet, duke filluar nga motrat e veta e duke filluar te kunatat e veta greke, rumune e bullgare. Ty Muli hakut vetëm një nga partia të vjen dhe ai është Gazi. Ai ta ka treguar vendin atje ku të ka kallëzuar. Kështu që jepi përgjigje kolegu tënd Muli për korrupsionin e për gjitha të tjerat.